Këto vlera të cilat Allahu i ka porositur përmes fesë islame janë të shumta. Do t'i përmendemi disa. Më e madhe është dhe kryesorja është njohshmëria e Allahut xhalla shanuhu. Pra vlerë e cila nuk ndryshon. Që prej Ademit alayhis salam e deri tek Muhamedi alayhis salam, të gjithë pejgamberët kanë thirrur në këtë vlerë që njeriu ta njësoj Zotin, ta besoj Allahun që është Zoti një, i vetmi, i pa fillim, i pa mbarim, i gjithdijshëm, i gjithfuqishëm, krijuesi i qiellit dhe i tokës, tek i cili do të kthehemi, i cili na ka dhënë jetën, na jep vdekjen, i cili do të na ringjallë ditën e Kiametit, do ndodhë dita e Kiametit, do të gjykohemi para Allahut xhalla shanuhu dhe shpresojmë që Allah do të na falë, do të na mëshiron, të na ruaj prej zjarrit të xhenemit dhe të na shpërblej me xhenet. Pra vlera e parë dhe më e madhe mbi të gjitha është që ta njësojmë, ta besojmë Allahun subhanahu wa taala, atë ta adhurojmë.